Unë jam Besa, edhe jam një nga deputetet e reja të Parlamentit të Shqipërisë. Në fakt u gjenda në parlament, në kuadër të një fryme të re që kryeministri do donte të jepte parlamentit, dhe për fatin tim të mirë, unë jam njëra prej tyre. Dhe në fakt jam shumë e privilegjuar, edhe shumë mirënjohëse ndaj të gjithëve, të cilët më mbështeten shumë në qarkun e Korçës, dhe sot jam shumë krenare që i përfaqësoj. Kam lindur në Korçë, kam jetuar aty, studimet e larta i kam kryer në Tiranë, jam inxhinier ndërtimi, me eksperiencë edhe në sektorin privat, por mbi gjitha në sektorin publik, dhe në moshën 38 vjeçare u desh që unë të gjendesha në parlament. Edhe pa diskutim që është një moment shumë i rëndësishëm në jetën time, që unë po mundohem dhe do mundohem ta vlerësoj në çdo moment. Pra nuk duaj që në këtë rrugtim, i cili erdhi krejt natyrshëm në jetën time, të ketë momente për të cilat unë nesër do duhet të them pse ndodhi kështu dhe çfarë duhet të bëja ndryshe. Kështu që jam shumë e kujdesshme në gjithçka që dua të bëj dhe dua të jap në këtë rrugtim, se patjetër që është nga momentet më të rëndësishme në jetën time. Dhe dua të lej një shenjë qoftë edhe shumë të vogël në historinë time në këtë mandat 4 vjeçar, për të thënë që edhe Besa bëri diçka në parlament. Unë vi nga administrata shtetërore dhe me një eksperiencë edhe në pushtetin vendor. Një eksperiencë e cila më shërbeu për të rivendosur kontaktet me qytetarët, duke qenë se unë prej vitit 2006 kam qenë në Tiranë, kam studiuar këtu dhe angazhimin në punë e kam nisur nga Tirana. Pushteti vendor më shërbeu për të rivendosur kontaktet, po themi të shkëputura për efekt largimit tim nga Korça, me gjithë qytetarët e Bashkisë të Korçës. Një eksperiencë shumë interesante, ku aty shërbeva për një vit e gjysmë dhe prita çdo qytetar të Korçës vetëm me një ide për të ndihmuar dhe për t'u zgjidhur problematika të cilat mund të jenë shumë të vogla në dukje, mirë po për ta janë gjëra të mëdha. Dhe pastaj do duhet që këtë rrugtim ta ndërprisja dhe për t'u angazhuar si deputete. Tani ky angazhimi në parlament pa diskutim që është tjetër dimension. Është tjetër dimension ku edhe pse në pamje të parë klima politike është shumë e vështirë, edhe duket sikur ti jeni në një ambient që nuk ka lidhje fare me atë të pushtetit vendor. Unë e di rrugtimin tim dhe e kam projektuar edhe në këtë klimë shumë të ashpër politike, se më takon që ta projektoj. Edhe impakti i parë që unë pata sapo hyra në sallën e parlamentit, ishte sa i bukur pra ti hyn aty dhe ke një ndjesi shumë interesante, të cilën unë mbase sot nuk mundem ta shpjegoj, pra ti shef një sallë e cila duket shumë e madhe, edhe shef njerëz të cilët janë të gjithë, po themi, të angazhuar në profilet e tyre, sepse pa diskutim që ajo sallë ka dhe njerëz, se nëse ne jemi deputetë të rinj, aty ishte kjo ndjesia ku ti shifje tashmë nga shumë afër njerëz me një eksperiencë shumë të gjatë në politikë, edhe 30 vjeçare. Dhe do duhet që të bëje një kompromis me veten. Dhe ditët e para dhe muajt e parë kanë qenë shumë të vështirë për mua. Si në çdo angazhim në fakt që marr, në muajt e parë kam dilemat e mia dhe momente reflektimi ku do duhet të ndaj se si do shkoj ky rrugtim. E si do t'i qasem këtij vendi të ri tashmë, i cili nuk ngjante me eksperiencat e mia të mëparshme. Pa diskutim që ndryshonte edhe dinamika e angazhimit, nëse në pushtetin vendor dinamikat janë më të qeta dhe patjetër ti ke kontakte drejt për drejt me qytetarët, që është një kënaqësi shumë e madhe në fakt. Aty është tjetër natyrë pune dhe në atë ambient ku praktikisht është shumë i rënduar politik, do duhet të gjesh veten tënde. Dhe në një moment ku ti thua nga do t'ja nis, se pyetja e parë është thua nga do t'ja nis, pra hyr aty dhe thua tani si bëhet vazhdimi në këtë ambient, do duhet të bësh vetëm një zgjidhje, të jesh vetvetja. Ti jesh vetvetja edhe në një ambient shumë të rënduar politik, ku ti do duhet që duke qenë shumë real dhe duke mos dashur të impostohesh në një personazh tjetër, do duhet t'i qasesh atij ambienti dhe të marrësh më të mirë nga ai ambient dhe të japësh më të mirë nga ai ambient. Në muajt e parë ishte shumë e vështirë për të qenë sinqert, ku momente reflektimi më dyshje nëse ishte gjëja që do duhet ta bëja në këtë moment të jetës, duke qenë se vija nga administrata publike dhe isha mësuar me tjetër ritëm ngarkese.
Sot them që në fakt kjo është intervista ime e parë mbas 6 muajve në parlament, sepse unë besoj në një proces të natyrshëm që vjen krejt natyrshëm, asgjë sforcuar, se kjo është gjë më e mirë që mund t'i ndodhë, po themi deputetëve të rinj. Unë ja u them gjithë kolegëve të mi aty që do duhet që gjitha proceset të vinë natyrshëm. Nuk duhet të sforcohemi dhe të rendim për të dalë diku dhe për të bërë protagonist diku, se ky nuk është qëllimi që ne jemi sot në sallën e parlamentit, po qëllimi është në gjejmë veten aty si fillim, të përfaqësojmë ata njerëz të cilët na besuan pas një kusht, edhe patjetër të bëjmë detyrat që na ngarkon mandati i deputetit. Se për mua ti je deputet është mision për të tejkaluar veten, ja u thoja gjithmonë fushat, ata që punuan fort me mua, pra ti tejkalon veten dhe mundohesh të bësh më të mirën. Për një angazhim shumë të madh, që besoj që është niveli më i lartë që mund të jepet, po themi një vajze të re siç jam unë 38 vjet sot me një mandat deputeti, edhe përfaqësuese në Parlamentin e Shqipërisë. Kështu që unë besoj në procese të natyrshme, të cilat vijnë krejt qetë dhe përthithen shumë mirë nga ana ime dhe pastaj unë mundohem të jap më të mirën. Ka një eksperiencë shumë interesante era ime e parë, të cilën mendoj që nuk mund të ndodhte ndryshe. Kisha përgatitur fjalimin tim të parë, të cilin mundohesha të jepja, po themi, të përfshija ato çfarë unë ndjeja, pra të gjitha ndjesitë e mia, mendimet e mia, t'i përfshija në atë fjalim. Dhe patjetër që fjalimi i parë lidhej me buxhetin e vitit pasardhës dhe unë e bëra fjalimin tim të parë, isha shumë emocionuar dhe shumë e lumtur në fakt. Dhe për ato se çfarë ndodh në një sallë parlamenti për shkak të efektit të kohës, po themi shumë deputetë ishin të regjistruar për të folur në podium, do duhej që emri im të ikte nga dita e parë, pra të mos flisja në atë sallë. Megjithatë ngarkesë që unë e kisha përgatitur edhe shumë e lumtur që do dilja dhe po mprisnin të gjithë ata të cilët besa do dalësh të flasësh, edhe se unë doja ta thyja edhe këtë mitin që ne do duhet jemi shumë aktiv të gjithë në parlament. Unë e besoj këtë gjë. Pa çka se çfarë njerëzit mendojnë, edhe ti mund të bëhesh virale në momente të ndryshme, do duhet gjithë deputetët jenë shumë aktiv. Dhe unë e kisha përgatitur dhe do flisja në atë seancë dhe ndodhi që emri im do duhet të hiqej nga seanca, sepse do kalonte në radhën tjetër. Tani, për shkak të natyrës që unë jam, edhe që kur e dua një gjë patjetër do të arri, edhe do duhet të më mirëkuptojnë të gjithë, sepse arsyeja pse unë insistova në seancën e parë për të folur aty, edhe pse ishte ora 3 mëngjesit, mendoj tani me një ngarkesë shumë të madhe emocionale dhe me një insistim për të folur, unë arrita të flisja. Arrita të flisja sepse nuk doja të zhgënjej askënd, dhe do doja që ai momenti ishte pikërisht në atë natë, jo në natën tjetër ku do duhet të binte magjia, po themi, e natës së parë e buxhetit, se është një nata e buxhetit ose dita ku kalon buxheti është dita më e rëndësishme e parlamentit. Që dhe momenti që shkova aty te foltorja, kisha shumë emocione dhe nuk doja, duke qenë se jam natyrë që di të kontrolloj shumë mirë emocionet edhe të gjitha veprimet e mia, kam një vetkontroll të lartë, thash tani do duhet ta mbledh veten. Edhe momenti i parë aty ishte shumë i vështirë, por nga ana tjetër shumë e lumtur që të gjithë këtë rrugtim që unë bëra për të fituar këtë mandat, do duhet që aty t'jepja më të mirën time. Dhe fjalimin tim të parë e nisa patjetër me një falënderim shumë të madh për gjithë qytetarët e Korçës dhe për diasporën, të cilët realisht më mbështetën shumë. Po ishte një moment shumë interesant, se gjithë atë ngarkesë më thanë, jo nuk do flasësh sot, besa do flasësh në seancën tjetër. Dhe unë këtë se përballova dot. Po gjithsesi ja dola gjithmonë. Unë insistova edhe i thash kaq kryetarit të parlamentit, të lutem, pra deputetët e PD-s arritnin që të ngriheshin për të folur natën e buxhetit, dhe asnjë nga pjesa e të majtëve nga Korça flas, nuk arriti që të fliste. Dhe kaq ja kërkova kryetarit, të lutem, i thash mos jem unë, po të paktën një deputet i Partisë Socialiste nga Korça do duhet të ngrihet të thotë dy gjëra, qoftë edhe për të kundërshtuar të gjithë pavërtetat që po artikuloheshin, dhe patjetër që më ndihmoi edhe Niko të flisja natën e parë të buxhetit. Jo, nuk e quaj rreshtore. Nuk ka rreshtore në grupin parlamentar. Edhe kjo ndjesia që mund ta kisha edhe unë kur vija dhe kur i shifja gjërat nga jashtë, sot e them me bindje që nuk ka rreshtore. Po patjetër që të gjithë duhet ta kuptojnë që ti je pjesë e një grupi parlamentar. Se ti në fund të ditës ke ardhur në parlament nga Partia Socialiste. Ku rregullat edhe konturet
patjetër që i vendos forca politike. E ti nuk mund të pretendosh që të vish sot, ti jesh pjesë e këtij grupi parlamentar dhe të vendosësh rregullat e tua, se rregullat e tua nuk i vendos dot askush. Aman ajo që është shumë e vërtetë dhe nuk e di sa e beson, është që ne nuk mund kurse si të na thot dikush dhe të na vendosin rreshtore. Nuk ka të vendosur në rreshtore. Por patjetër që ka ideologji të cilat ti do duhet ju qasesh bazuar në forcën tënde politike. Unë kam 6 muaj në atë grup parlamentar dhe ajo që më ka bërë më shumë përshtypje dhe që nuk e kisha perceptuar kur nuk kisha deputete, ishte liria e veprimit dhe të folurit në atë grup parlamentar. Pra kushdo do mundet që t'jap arsyetimin e vet dhe qasjen e vet për një çështje të caktuar. Dhe ndodh sot që flasim dhe dëgjohemi dhe me shumë seriozitet madje. Pra dëgjohemi për të gjitha ato të cilat ne mendojmë se do duhet të ndryshojnë dhe ato përcillen në kohë reale dhe vetë ministrat apo qeveria mundet që të bëj qasjen e vet. Dëgjohemi. Gjë që unë nuk e kisha perceptuar kur nuk isha në parlament, kur dëgjoja që të gjithë vijnë në rreshtore, nuk vihet askush në rreshtore në Partinë Socialiste dhe unë besoj që kjo është arsyeja pse sot jemi në mandatin e 4. Dhe këtë gjë nuk po e them as si propagandë politike se nuk ka lidhje fare, por liria e veprimit dhe e mendimit të partisë është në nivele që ti gjen veten. Pra gjen veten, e thua mendimin tënd dhe patjetër që ai mendim merret përbas. Tani unë në këtë jetë kam vendosur të jem e vërtet. Edhe luftoj për të vërtetat e mia, edhe besoj vetëm në të vërtetat e mia. Edhe këtu dua të jem e vërtet, duke qenë se intervista ime e parë, zgjedh të jem këtu dhe jam shumë komode. Unë nuk kam shumë raport me deputetët e vjetër. Nuk kam raport me deputetët e vjetër, po themi të vjetër në sensin e mandateve dhe të jetës politike që ata kanë në parlament. E preferoj shumë të kem raport me deputetët e rinj. Shumë. Dhe më pëlqen shumë qasja e tyre, edhe dua të jemi të gjithë të bashkuar. Pra, të japim dhe të marrim nga njëri tjetri, edhe të jemi deputetë që do t'i shërbejmë vendit. Sepse kjo historia sot Partia Socialiste në fakt gjendet në kushtet e një grupi parlamentar me 2 ndarje të mëdha, po themi sa i takon mandateve dhe sa i takon eksperiencës. Se jemi një grup, edhe patjetër qasjet i kemi të njëjta. Deputetët më të vjetër kanë qasjen e tyre, pra janë më të tërhequr, edhe ata ndjen zot shtëpia. Dhe ne të rinjt kemi shkuar në shtëpinë e tyre. Edhe kemi shkuar në shtëpinë e tyre, do duhet që të përshtatemi të gjejmë vetë ato rrugët e hyrje daljes edhe të vështirësive, të zgjidhjeve, dhe nuk shoh që, po themi, ata instruktojnë deputetët e rinj. Se në fakt unë nuk e pranoj, unë si Besa refuzoj të pranoj instruktime nga deputetët e vjetër, po them me shumë mandate. Se unë kam rrugtimin tim, të cilin zgjedh vetë ta ndërtoj. Dhe nuk kam nevojë të më thot dikush shiko se kjo gjë bëhet kështu dhe kjo gjë nuk bëhet kështu. Unë kam rrugtimin tim për të cilin dua ta nis dhe ta përfundoj në një qasje që më solli në parlament me të njëjtën qasje. Pra unë kam ndihmuar njerëz pafund edhe ju jam gjendur njerëzve, raportin me njerëzit e kam pikën time më të fortë dhe prandaj jam në parlament. Dhe me thënë të vërtetën nuk kam nevojë për të më thënë dikush që shiko se ky është rrugtimi që ti duhet të bësh. Po tani si mund ta quash mentor një njeri që nuk e ndjej ta quaj mentor? Se të quash mentor dikë do të thotë që ti me të gjithë atë çfarë ndjen, një njeri e klasifikon mentor. Se ti jesh mentor do të thotë që të kesh raport si fillim dhe do duhet që qasjet e ditë t'i përthithësh dhe t'i ndjekësh në rrugtimin e vet. Po patjetër që respekti është maksimal për gjithë prej tyre, por unë raportet më të ngushta i kam me deputetët e rinj. Nuk është se kanë xhelozi, po kjo është procesi më i natyrshëm dhe më normal që mund të ndodhë midis një grupi të rinj deputetësh, të cilët futen në parlament, dhe një grupi të cilët kanë qenë aty prej vitesh tashmë. Dhe unë besoj që kjo është ndjenja më normale, por nuk është xhelozi patjetër, por unë besoj që ata mund të kenë edhe mendime të ndryshme lidhur me rrugtimin tonë. Pra, me secilin nga ne të rinjt, ata mund të mendojnë që Besa s'po e bën siç duhet, tjetri s'po e bën siç duhet. Por gjithsesi, mbase dikush nga ne të rinjt ka zgjedhur që të mentorohet prej tyre, unë po flas për rastin tim, ku për te i përvojës së tyre
shumë të respektuar, unë zgjedh që duke qenë se në fakt kam vite angazhuar në Partinë Socialiste. Pra ky është mandati im i parë, po unë kam qenë 2 herë në listën e deputetëve. E rritur në Partinë Socialiste. Në 2017 kam qenë në listën e Tiranës, ku për mua ishte një moment shumë i rëndësishëm se u ndodha në listën e deputetëve të Tiranës, dhe në 2021 u ndodha në listën e Korçës. Kjo është era ime e tretë në listë dhe sot marr mandatin, pra unë e njoh shumë mirë rrugtimin në politikë. Përvoja e tyre është shumë e çmuar dhe shumë e vyer, por unë e njoh Partinë Socialiste se jam rritur në Partinë Socialiste. Vi nga një familje ku i madh ka qenë kryetar partie dhe unë jam rritur në atë ambient dhe e di shumë mirë dhe dua që këtë rrugtim ta bëj pa mentorimin e dikujt i cili ka eksperiencë. Unë besoj që Partia Socialiste hapi dyert si fillim për të rinjt. Pra kryeministri në momentin më të duhur të historisë së vetë dhe të partisë, do duhet që të rinovonte klasën politike. Dhe kjo është ajo që mund të bëjë një lider në moment të caktuar, pra do duhet të përgatisë ata të cilët do duhet ta vazhdojnë këtë pushtet. Se shumë kollaj të themi që tani pse i futi ky këta të rinjt kur ishim mirë ne të vjetrit dhe nesër partia do gjendeshe e pa përgatitur, se proceset biologjike dhe jetën ai është cikël i cili askush nuk mund ta ndalë. Të vetme gjë që s'ndalim dot është ora biologjike. Ai u kujdes që të hapte dyert e partisë dhe të merrte në Partinë Socialiste shumë të rinj, të cilët më beso ka të përgatitur pafund në rrethet të rinjve. Ne që kemi kontakt të përditshëm, unë i shoh dhe i vlerësoj dhe janë të rinj shumë të përgatitur. Tani arsyeja pse disa prej tyre, qoftë nga e majta, qoftë nga e djatha, mund të kenë zgjedhur rrugë të ndryshme, se si ti qasen kësaj gjëje, unë ta thash në fillim që ky është rrugtimi vet i secilit. Pra secili, po kjo nuk ka lidhje me partinë. Pra ne nuk mund të themi pse partisë i duhen këto modele. Se partisë nuk i duhen modele të cilat sot bëhen virale dhe por partisë i duhen njerëz të cilët të jenë të vërtetë të bëjnë atë angazhimin e tyre. Ti je deputet nuk do të thotë të rish vetëm nëpër media dhe të bëhesh virale me deklarata të caktuara. Po ti je deputet është shumë më gjerë se kaq. Pra ai është një angazhim i përditshëm, është një mision që ti ke marrë. Po ti je grua në politikë, për mua është një privilegj shumë i madh se ti përfaqëson të gjitha gratë dhe problematikat e tyre. Po gjithsesi unë nuk e shoh si një proces ku do duhet të ndalesh gjatë se çfarë është gruaja në politikë, se për mua gruaja dhe burri nuk kanë asnjë diferencë në politikë. Absolutisht asnjë diferencë në politikë. Dhe kur dëgjoj në parlament historira se unë jam grua, se na folët kështu, se historira të caktuara, të cilat i shfrytëzon opozita, unë ndjej keqardhje, se unë nuk besoj dhe nuk kam pasur asnjë lloj kompleksi lidhur me faktin që jam grua dhe jam në politikë, se është krejt natyrshëm, një proces i natyrshëm. Po për të patur modele, Partia Socialiste ka nxjerrë shumë modele të grave shumë të suksesshme. Siç është Arta Dada, për shembull, një nga figurat që unë e kam dashur shumë në politikë, pra figurën e Arta Dadës, si një grua shumë e kujdesshme, shumë e përgatitur. Po është shumë natyrshëm të jesh grua në politikë, nuk ka asnjë përveç faktit që ti përveç se je grua në politikë me angazhime shumë të mëdha, ti nga ana tjetër je një nën, unë kam 2 fëmijë, edhe duhet të jem dhe familjare shumë e mirë, se nuk vlen asgjë nëse ne në jetën tonë si kemi gjërat e strukturuara, pra unë po them që gjithë rrugtimin tim e di dhe do duhet ta strukturoj, ta projektoj, sepse janë shumë të rëndësishëm dhe fëmijët. E vetmja gjë që ne, në ndryshim nga burrat, se sigurisht që burrat e kanë më të ulët angazhimin në familje, është pjesa e familjes, së cilës ne do duhet të japim angazhim dhe aty, do duhet të japim angazhim dhe në parlament, do duhet të japim dhe në terren. Po për mua burrat dhe gratë janë barabartë, nuk ka asnjë ndryshim në këtë histori. Kryeministri hapi dyert, ftoi shumë të rinj të ishin pjesë e kësaj klase politike, gjë që bën një lider në fakt, ku përgatit njerëzit të cilët ta pasojnë këtë pushtet, dhe ajo që unë mendoj është që nuk e di sa do jenë gati nesër të gjithë, pra ne jemi 53 të rinj,
po themi 52-53, se të jesh deputet do të thotë që të vazhdosh të rrugtim. Pra ti ke marrë një angazhim, i cili patjetër ka shumë problematika, ka angazhim dhe se kush nga këta do duhet ta kaloj këtë finishin 4 vjeçar dhe do duhet të marrë një mandat tjetër. Nuk i duhen partisë, pra partia nuk luftoi që të kishte sot, po themi midis nesh edhe qoftë edhe forcat politike të kishte njerëz të cilët do duhet ta kalonin këtë vit kuqe. Se unë besoj në një gjë, të rinjt aty, përfshi dhe mua, unë besoj që ne të gjithë duhet të kemi eksperiencën tonë. Ne nuk mund të vim erdhëm në parlament dhe themi tani ne jemi deputet, jemi politikan dhe tani të veprojmë dhe të cilemi si tillë. Secili duhet të krijojë eksperiencën e vet, të gjejë veten si fillim. Sa aty është problem të gjesh dhe veten. Ku je në raport me të tjerët, me njerëzit, me të gjithë ata çfarë i përfshin Partia Socialiste. Dhe shumë nuk kanë gjetur veten akoma. Pra unë shikoj njerëz që s'kan gjetur veten. Dhe ky moment i gjetjes së vetes është një moment pasaj i cili mund të gabosh e mund të bësh pjesë i deklaratave të përshtatshme. Por gjithsesi nuk është se partia ka nevojë për këta njerëz. Partia ka nevojë për njerëz të cilët do duhet ta bëjnë detyrën e tyre si deputet shumë mirë dhe të jenë në kontakt të vazhdueshëm me njerëzit. Unë besoj për shembull që kapacitetet që janë tek Partia Demokratike nuk munden ta shfaqin potencialin e tyre. Nuk munden ta shfaqin sepse për mënyrën se si funksionon vetë Partia Demokratike, unë jo më larg se di, kam qenë në një tavolinë ku i kam thënë dikujt që si ka mundësi që jeni kaq të rinj të përgatitur, pra kam midis tyre të rinj shumë të përgatitur, dhe nuk mundeni të përshfaqeni apo të delegoni një pushtet, se pushteti ka ciklin e vet edhe nuk mund në përjetësi disa njerëz të ndjekin një njerëz. Askush nuk ka përgjigje. Nuk ka përgjigje. Nëse ne japim një përgjigje se prandaj të thashë liria e veprimit dhe mendimit në Partinë Socialiste është shumë e lartë. Aty si pas kush përgjigjen ngren subet, por shko se. Kështu që unë besoj që ka shumë të rinj të përgatitur në Partinë Demokratike, të cilët kanë pamundësi reale për të shfaqur veten edhe për ta deleguar atë pushtet dhe për ta marrë atë pushtet. Dhe akoma ndjekin një njerëz të vetëm, pra e gjithë rrugtimi i tyre dhe eksperienca e tyre rrotullohet rreth një personi i cili për shkak edhe të moshës së vet nuk mund të ndiqet më. Praktikisht nuk mund të ndjekësh me një njerëz i cili. Por këto janë qasjet e tyre dhe janë veprimet e tyre, po patjetër që ka të rinj të përgatitur. Nuk është fati jon Sali Berisha. Fati jon është që dhe më besoni për të gjë që Shqipëria në këto momente se ne jemi një vend i cili jemi në ndërtim edhe patjetër me një demokraci të brisht. Në krye kemi një kryeministër i cili lufton çdo ditë për të lënë një Shqipëri në duar të sigurta. Pra për të siguruar integrimin në Bashkimin Evropian. Ky është fat. Ky është fat. Një njerëz i cili un kam 6 muaj në këtë grup parlamentar dhe në këto 6 muaj shoh një insistim të frikshëm të kryeministrit për të çuar përpara procesin. Një proces të cilin ne e kishim si slogan kryesor në fushatën që bëm në 2025, në zgjedhjet e majit 2025, dhe një qasje e cilë njerëzit e përthithën dhe e besuan vërtet. Dhe insistimi i tij për ta çuar përpara këtë proces, dhe unë them që do t'ja dalim, se është angazhuar një administratë e gjithë. Vetë ai është në krye të këtij procesi, ku ne diskutojmë çdo ditë lidhur me integrimin evropian. Pra nuk është fat që është Sali Berisha. Nuk është fati ton, por nuk është as fat për përfitime elektorale. Sali Berisha e ka mbyllur ciklin e vet, po ajo që nuk kuptoj është se si ndiqet, këtë nuk kuptoj, se unë nuk mund të them është fat apo s'është fat, po unë nuk kuptoj një njerëz që ka mbyllur ciklin e vet, se si ndiqet akoma nga njerëz të cilët janë shumë të përgatitur, janë të rinj, se do duhet që dhe të rinjt se nuk mund të fati i një partie të lidhet me njeri i cili sot ka një moshë që do duhet që të jap kontribute të tjera. S'mund të udhëheq me një forcë politike. Megjithatë, unë nuk bëj analiza sa i takon, se ne edhe në zgjedhjet e majit 2025 ne nuk kishim kundërshtar. E thash, e kam thënë, nuk kishim kundërshtar. Pra ne nuk kishim tani kush ishte nga PD-ja se do duhet neve të ndanim ide dhe kush do fitonte. Ata janë një parti inekzistente për momentin, sepse udhëhiqen vetëm nga interesa personale të një individi dhe këtu mbyllet diskutimi.
Nuk e di se si mund të thuash që janë të papërfshirë. Pra, ky është pretendimi i tyre, e kanë thënë, e kam dëgjuar. Unë kam qenë vetë aty 6 muaj, se nuk po them nga eksperiencat e dëgjuara nga tjerët. Dhe nuk e di se si mund të thuash jam i papërfshirë kur orët e diskutimeve në parlament, procedurat që i kërkojnë, prezenca në përkomisione, orët e diskutimit në përkomisione, i kanë të gjitha në dispozicion. Të gjitha në dispozicion. Dhe unë nuk e di se çfarë kërkon një opozit, se unë në fund të ditës them si ka mundësi që mund të shprehen që ne jemi jo të përfshirë në proceset e integrimit, ku në të gjitha daljet e tyre në delegacione vetëm e shajnë. Vetëm e shajnë dhe nxin Shqipërinë dhe qeverisin e Shqipërisë. Tani, në 23 ligje për shembull që janë kaluar, që janë pjesë e procesit të integrimit, nuk kanë votuar asnjë. Pra unë nuk e kuptoj se si mund të thuash jam i papërfshirë kur ke gjithë hapësirën parlamentare, të gjithë hapësirën në komisione, të gjithë hapësirën në delegacione për të bërë më të mirën. Se nuk të beson askush kur ti del dhe vetëm shan vendin tënd. Pra ti shtëpinë tënde që ne të gjithë po e ndërtojmë, se në këtë jetë do japim kontribut edhe do t'i ngelet fëmijëve tanë, pra ky është një proces që vazhdon. Pra ne po bëjmë një të mirë të përbashkët për shtëpinë tonë, se Shqipëria është shtëpia tonë e përbashkët. Dhe si mund të thuash që jemi të papërfshirë kur nuk duan të përfshihen, nuk duan, se mendojnë që kredon politike të aftojnë duke sharë qeverinë edhe vendin e tyre. Në 23 ligje nuk kanë votuar asnjë ligj, që janë ligje të parafrimit të legjislacionit të Bashkimit Evropian. Pra, nuk janë ligje të cilat do thosh po shko se ata i bëjnë për X-in, se kanë dhe këto teorirat, i bëni për këtë interes, për atë interes. Janë ligje të parafrimit të Bashkimit Evropian. Tani si ka mundësi që nuk voton asnjë ligj të tillë. Pra, ky pretendimi i tyre jo që nuk qëndron, po unë e shoh si një arsye për të justifikuar veten e tyre në veprimet e tyre në humbjen e madhe që ata kanë kaluar dhe do kalojnë me këtë qasje që kanë. Është e frikshme, po ti shohësh nga afër, ti shef njerëz të strukturuar, të cilët vinë aty dhe marrin një rol që te dera e parlamentit, në rol, aty dhe janë komplet në rol, se do duhet të bëjmë neve këtë gjë, se janë të gjithë për interesat e një personi personal dhe nuk mendojmë gjatë. Njerëzit sot duan siguri, stabilitet dhe duan atë forcë politike që ata shohin përpjekjem, se si shpjegohet që sot Partia Socialiste ka 83 mandate. Po nuk ka të gjitha këto pretendimet, këto ande këtej, ne kemi kaluar vetë fushatën, ku luftuam dhe nuk lam njeri pa takuar. Dhe kjo qasja që sot partia ka 83 mandate, vjen se njerëzit duan siguri, Lulin, duan siguri në jetën e tyre. Punta e Shqipërisë vjen si një moment ku Partia Socialiste do duhet të rikthehet në teren. Jo për propagandë. S'ka nevojë për propagandë. Do duhet të kthehemi në teren, sepse njerëzit sot janë të mbushur me portale dhe me televizione, të cilët flasin vetëm për gjëra negative. Pra ti nuk gjen sot një kanal televiziv, ti nuk gjen sot një portal që të flas për punët që bëhen çdo ditë në Shqipëri. Në kushtet kur ti e ke të pamundur që ti të përcjellësh punët, se mediat, rrjetet sociale, të gjithë po t'japësh, flasin vetëm negativisht. Dhe askush nuk thotë që është bërë kjo punë në Shqipëri. Dhe në kushtet kur ti e ke të pamundur ta gjesh këtë hapësirë, do duhet që ne deputetët, të cilët qeveria në krye patjetër, të cilët erdhëm në pushtet fal mbështetjes masive të shqiptarëve, do duhet të zbresim dhe t'ja komunikojmë vetë njerëzve punët që janë bërë për Shqipërinë. Se ndryshe, ti zgjohesh çdo ditë dhe merr energjinë më të keqe negative dhe ti fillon beson gjëra të cilat ty të vinë në jetën tënde, se ti në përditshmëri ke edhe 101 probleme të tjera, dëgjon edhe 101 gjëra tjera të pavërteta, dhe fillon njeriu mendon vetëm negativisht, dhe në këtë pikë punët për Shqipërinë nuk është propagandë. Punët për Shqipërinë është përcjellja e gjithë punëve që bën qeveria shqiptare në përditshmëri, që janë pafund, që do duhet t'ju çojnë njerëzve. Ata njerëz të cilët na mbështesen, na votuan dhe do duhet t'ju themi sy më sy dhe ballë për ballë. Ku flet qeveria, sepse kjo është bërë në kuadër të një tematike të caktuar, dhe patjetër që njerëzit në grupe të caktuara interesi ngren dhe pyesin për shqetësime dhe tematika të ndryshme. Kjo është puna e Shqipërisë. Ne kemi zgjedhur komunikim drejt për drejt për t'ju përçuar atyre, se kemi të pamundur që mediat sot të flasin edhe për punët që bëhen në Shqipëri, se nuk mund të thuash që nuk bëhen punë në Shqipëri.